Vendosja e filtrave të rinj për investimet e huaja në sektor të ndjeshëm të ekonomisë, ekspertët e cilësojnë si të vonuar, por të domosdoshme. Eksperti i ekonomisë Elvin Meka thekson se rregullat po harmonizohen me standardet europiane. Rrugën që po kryen ose më ka ndërmarrë Shqipëria në drejtim të harmonizimit të legjislacionit me direktiva BE. Eksperti paralajmëron se Europa po përballet me ndërhyrje agresive të kompanive me mbështetje shtetërore nga vendet aziatike, prandaj kufizimet janë bërë të domosdoshme. Vetë Bashkimi Evropian, por dhe vendet tjera jashtë BE-s janë duke marrë në vijim masa të tilla shtrënguese, të cilat në një farë mënyrë kufizojnë ose priren që të mbikëqyrin dhe të rregullojnë më mirë dhe më fort interesat ose ndërhyrjet të drejt për drejta. Lidhur me gjobat e larta, ai sqaron se janë masa disiplinore për të mbrojtur sigurinë kombëtare. Nuk është thjesht një gjob për të disiplinuar tregun në përgjithësi, ku ka shumë operator, por është një gjob që prek ose më mirë themi që kërkon të vendos rregull të fortë ose zbatim. Thirrja e ekspertit për investitorët është të mos e shohin këtë rregullore si rufe në qiell të hapur. Pra nuk është se Shqipëria po kërkon në diçka krejt ndryshe ose shumë më rigoroze se sa u kërkohet më mirë themi investitorëve të huaj në sektor të tillë në shtete tjera. Për autoritetet Meka ka një rekomandim: rregulloria të mos përdoret si pengesë ndaj investimeve që nuk cënojnë sigurinë e vendit. Referuar të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë në 6 mujorin e parë të këtij viti, investimet e huaja arritën në 760 milion euro, nga 751 milion që ishin një vit më parë. Më shumë kanë investuar italianët, turqit, austriakët dhe holandezët, ndërsa interesi në rritje është edhe nga Kosova, Zvicra, Suedia dhe SBA. Pjesa më e madhe e investitorëve është orientuar drejt sektorit të pasurive të paluajtshme, atij financiar, industrisë nxjerrëse dhe tregtisë me shumicë.